Pas 3 ditësh të mbushura me prezantime librash, diskutime, takime me autor dhe përkthyes, panajiri i parë i librit në Shkodër, librit Ban të Lirë, u mbyll me zvlerësimesh dhe mirënjohjesh për kontribuesit më të spikatur. Ky panajir solli një atmosferë kulturore të veçantë, duke e kthyer librin në protagonistin kryesor të qytetit. Në ceremoninë përmbyllëse u ndanë edhe çmimet për kontributin e veçantë në letërsi dhe kulturë. Çmimi studiuesi më i mirë shkoi për Robert Prendushin, për punën e tij të palollur në fushën e studimeve letrare dhe kulturore. Çmimi përkthyesi më i mirë u fitua nga Xhelal Feza për cilësinë dhe përkushtimin e sjelljen e veprave të rëndësishme në gjuhën shqipe. Çmimi shkrimtari më i mirë ju akordua Ndue Ukaj për krijimtarinë e tij të frymëzuar dhe ndikimin në letrat shqipe, ndërsa mirënjohja panajirit ju dha lek Tasit. Faleminderit për këtë papritur. Ju betohem që asnjë nuk ka shkuar këtu. Edhe jam i surprezu. Çka kam bën unë në Shkodër? Unë e kam dashur mësuesi. Edhe kjo më ka bën gjithçka me bën. Për shembull, e kam filluar punën 17 vjeç në Rrshen, mas një muaj më ka marrë prekja kova në Shkodër, në violin, e më kanë caktuar një shkollë. Po pavarësisht nga lanë që një shpijipshim, muzikë kam bërë gjithmonë. Pra ishte mësues i muzikës, unë kam bërë gjithmonë muzikë. Prandaj kjo muzika më ka shoqëruar tanë jetën. Fati ka qenë që kam ndjek festivalet e Shkodrës për 15 vjet, dhe aty e kam dashur folklorin, më ka pëlqyer shumë folklori, edhe kam vajtë të marr shënime. Ata shënime më kanë për më deri këtu. Falenderoj organizatorët e këtij manifestimi që është i madhor për qytetin e Shkodrës, si ka në librit. Falenderoj Jurinë që më vlerësoi punën time si përkthyes i thjesht. Dhe falenderoj ju që keni ardhur me marr pjesë dhe që jeni. Dhe urojmë që vitin e ardhshëm kemi akoma më shumë dhe kësalt mos na zanë. Kjo është titulli të jemi dytë fushën e letërsisë. I pari ka qenë miku i vogël i librit. Faleminderit Shkodër, faleminderit për këtë vlerësim që për mua shumë i veçantë, edhe besoj se do të vendos diçka shumë thellë në zemrën time. Jam i lumtur që pjesë e këtij panajirit janë dy shkrimtarë shumë të mirë që unë i çmoj shumë, një prift shumë i zellshëm për cilin ushqej një dashuri, një drejtor që ka kujdes jashtëzakonisht të kultivuar për librin. Me këtë më keni bërë nerë dhe keni volosur edhe njerë për përsëris diçka shumë të bukur në zemrën time. Faleminderit juris edhe publikut që mori pjesë në aktivitetet e këtij panajiri, që unë ju uroj jetë gjatë dhe zhvillim edhe rritje në cilësi. Libri të Ban të Lirë dhe Shkodra tregoi se është gati ta mbajë gjallë këtë liri. Ky edicion i parë është dëshmi e një pune serioze dhe plot përkushtim të organizatorëve dhe Katedrales së Shkodrës, e cila i dha qytetit një shembull konkret se si mund të ringjallen vlerat që më herët kanë qenë mes nesh dhe tranzicioni ka lënë në hije.